Nuk kam arsye të besoj, dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitete të tilla apo veprimtari të tjera të paligjshme dhe me sa tani koha nuk i shëron të gjitha, siç thuhet, nuk i të gjitha plagët dhe por mendoj që pas 25 vitesh është kohë madhe që të mendohet në gjërat dhe nuk kam arsye, pikë parë nuk kam arsye të besoj se Zoti tha që ishte përfshirë në aktivitetet e tilla. Nuk kam arsye të besoj, dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitete të tilla apo veprimtari të tjera të paligjshme dhe me sa siç e kuptoj unë, ai është mbajtur i burgosur për një kohë të caktuar lidhur me këtë çështje. Pra ndjevas kur mu kërkua kjo gjë, nuk u kontaktova njerëzit me kontaktuan mu dhe ndjeva që duhet të thoja atë që dije lidhur me situatën. Kur thashe po punoja në Maqedoni, lidhur me Maqedoninë, në një moment të saktuar, gjatë fushatës së bombardimeve, Zoti Rogova, i cili ishte mbajtur kundër dëshirës tij në Beograd, shkoi në Vatikan. Ai u lirua nga Beogradi dhe shkoi në Vatikan. Mua më kërkuar që ta kontaktoj, ta takoj atë dhe që të kuptoj se cilat ishin synimet e tij, qëllimet e tij, nëse po planifikonte të jepte ndonjë deklaratë publike lidhur me fushatën e bombardimeve. Unë bëra këtë gjë, ai nuk kishte planifikuar në mend që të jepte deklarata publike dhe u ktheva në Shkup. Për atë sa kisha mundësi të shihja, në ato ditë me një hershme pas takimit në Kumanov, serbët filluan të tërhiqeshin nga Kosova, forcat të njësitë policore dhe ushtarake serbe filluan të tërhiqeshin nga Kosova, NATO-ja filloi të futej në Kosovë, ku ishte vendosur paraprakisht përfshirë pra dhe në Maqedoni, pra lëvizi nga Maqedonia në Kosovë dhe filloi të patrollonte, të kontrollonte situatën në Kosovë. Disa vite më vonë, po them këtë në periudhën kohore 2002-2003 kur isha ambasador në Varshavë, mu kërkua të dëshmoj në tribunalin për krime lufte. Unë isha në punë si shërbimi të jashtëm dhe ambasador në Poloni. Dhe edhe ndonse nuk e refuzova bisedën me njerëzit në departament, me personat në departamentin e shtetit, nuk e refuzova këtë gjë, megjithatë bisedova me personat përgjegjës në departamentin e shtetit dhe thash që preferoja të vazhdoja me funksionet e mia aktuale, të cilat i kisha dhe pra që të vazhdoja si ambasador në Poloni.